Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet edhe ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë me jetën e artistëve dhe sukseset e tyre. Dhe konkretisht do të ndaloj tek një kombinim që unë kam bërë mes Gjestit, Eglit edhe Blerinës. Disa lëvizje që në fakt janë lëvizje shumë të vogla, por që marrin një vëmendje shumë të madhe në rrjetet sociale dhe fansat e tyre mundohen që të sjellin më shumë lëvizje për të kuptuar për marrëdhënien e tyre. Pas përfundimit të spektaklit më të ndjekur në Shqipëri, Big Brother VIP Albania 4, shumish banor kanë humbur kontaktin me dritat e skenës. Por ky nuk është rasti i Gjestit. Me një energji të pashtershme, një karizëm që mbetet në kujtesën e publikut dhe një sens të natyrshëm për të tërhequr vëmendje, Gjesti ka ditur të kthejë këtë eksperiencë televizive në një trampolin drejt një karriere akoma më të fortë në muzikë dhe në showbiz. Nuk kanë kaluar shumë ditë që nga përfundimi i spektaklit dhe Gjesti ka nisur të publikojë poster pas posteri, lajmërim pas lajmërimi për koncerte në vende të ndryshme, duke dëshmuar se kërkesa për të është më e lartë se kur. Të dy koncertet më të fundit që ka publikuar janë të datave shumë të afërta, njëra tjetrës, njëri më 17 maj dhe tjetri më 24 maj. Të dyja për komunitetin shqiptar në Zvicër. Ky detaj tregon qartë dy gjërat e para, që emri i Gjestit është kthyer në një magnet për skenat muzikore shqiptare në diasporë, dhe e dyta, që ai po punon me një ritëm të ngjeshur dhe të vendosur për të mos e lënë këtë valë suksesi që të shuhet. Në çdo postim, në çdo video, në çdo story që ndan, Gjesti duket shumë i lumtur, duket i qeshur, i përmbushur dhe më shumë se gjithçka tjetër, duket mirënjohës. Ka një lloj entuziazmi në sytë e tij që nuk mund të aktrohet, është entuziazmi një njeriu që ka ndruar këtë sukses për vite me radhë dhe tani më në fund po e jeton. Po përveç këtij suksesi profesional që është i dukshëm dhe që është bërë publik në mënyrë masive, ka diçka tjetër që publiku ka nisur të vërej, një heshtje, një mungesë, një qasje ndryshe që për nga natyra e saj është po aq elekuente sa zhurma e skenave dhe duar trokitjeve. Egli Tako dhe Blerina, motra e Gjestit, dikur në qendër, tani në qetësi. Gjatë qëndrimit të Gjestit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4, dy figura që kishin një rol të dukshëm në mbështetjen publike ndaj tij ishin Egli Tako, partnerja e tij, dhe Blerina, motra. Të dyja ishin aktive në rrjetet sociale, postonin shpesh, bënin thirrje për mbështetje, komentonin, qanin me të, qeshnin me të, dhe gjitha kjo ndërtoi një narrativ shumë të fortë publike. Gjesti kishte një dashuri të madhe jashtë dhe një familje që e donte dhe e përkrahte pa kushte. Por tani, disa javë pas përfundimit të spektaklit, diçka ka ndryshuar. Egli është bërë më pak aktive, nuk poston më as për sukseset e Gjestit, as për aktivitetet e tij publike. E njëjta vlen edhe për Blerinën. Kjo heshtje, kjo tërheqje nga skena publike bie në sy, sidomos në kontrast me mënyrën se si ato e kishin përqafuar figurën publike të Gjestit më parë, dhe kur mungon fjala lindin pyetjet. A do të thotë se kjo marrëdhënia e dashurisë mes Eglit edhe Gjestit ka marrë fund? Apo ndoshta përkundrazi, kjo heshtje është një vendim i vetëdijshëm për të ruajtur dashurinë larg syve të publikut? Shumë fansa besojnë në të dytën. Dhe kjo teori mbështetet edhe nga fakti se nuk ka pasur asnjë reagim negativ, asnjë deklaratë ndarje, asnjë sinjal konfliktual. Është thjesht një qetësi. Një qetësi që flet shumë, sepse kur dy njerëz duan vërtet, ata nuk kanë nevojë për të shfaqur çdo ndjenjë në Instagram. Dhe kur një motër e do me shpirt vëllaun e saj, mund të zgjedhë të mos të jetë gjithmonë në vëmendje, por të mbetet pranë tij në heshtje. Është një sfidë me veten të dish të menaxhosh suksesin, sidomos kur ai vjen kaq papritur dhe në mënyrë kaq të furishme.
Gjesti ndonse duket se po e shijon çdo moment të këtij suksesi, ndoshta ka zgjedhur që jetën personale ta ruajë me më shumë diskrecion. Përmes heshtjes së Eglit dhe Blerinës mund të shihet një vendim i përbashkët për të mos përzier skenën me zemrën, një mënyrë për të mbrojtur atë që është vërtet e shenjtë për ta. Kjo qasje, ndonse jo tipike për personazhet publik në epokën e rrjeteve sociale, është një fakt shumë fisnik, për të mos folur që shpesh lidhjet më të forta janë ato që nuk ka nevojë të dëshmohen çdo ditë përmes postimeve dhe deklaratave publike. Nëse ky është fillimi i një kapitulli të ri në karrierën e Gjestit, atëherë ai po e fillon me një themel të fortë, dashurinë e publikut, kërkesën nga skena dhe mbështetjen e heshtur, por ndoshta edhe më të fuqishme nga ata që ai do më shumë. Është e vështirë të dihet se çfarë do të ndodhë në muajt në vazhdim, ndoshta do të kemi një rikthim të Eglit në jetën publike të Gjestit, ndoshta do të kemi ndonjë deklarat apo ndoshta jo, por ajo që dim me siguri është se Gjesti po jeton ditët më të bukura të karrierës së tij dhe po i sheh frutat e punës dhe përkushtimit të tij. Për shumë shqiptar brenda dhe jashtë vendit, ai nuk është më thjesht një ish banor i Big Brother VIP. Ai është një artist që po ngjitet çdo ditë më lart dhe për ata që din të lexojnë mes rreshtash, është edhe një burr që ndoshta ka zgjedhur të dojë dhe të jetë i dashuruar në qetësi. Në një kohë kur gjithçka bëhet për like dhe për komente, kjo është ndoshta forma më e sinqertë e dashurisë së Gjestit. Edhe unë në fakt i besoj kësaj teorisë, për faktin sepse Gjesti edhe brenda shtëpisë të Big Brotherit gjatë gjithë kohës ka thënë që unë nuk do ta puth Eglin kur do produksioni ose kur duan banorët, por unë Eglin do ta puth në momentin kur unë do të dua vetë. Dhe Gjesti këtë gjë e bëri. Gjesti puthi Eglin në momentin kur Gjesti dëshironte ta bën këtë hapin. Dhe Gjesti e bëri këtë hapin. Dhe sot ato nuk kanë zyrtarizuar asnjë gjë në të cilën nuk janë bashkë, ato vazhdojnë të mbeten bashkë, ato vazhdojnë të jenë që të dy dhe dashurinë e tyre e realizojnë, dashurinë e tyre e veprojnë vetëm në momentin kur ata të dy janë në momentin më të bukur të jetës së tyre. Dhe në fund të ditës, dashuria është një diçka private dhe nuk ka nevojë përse dashuria të bëhet publike, nuk ka nevojë përse dashuria të komentohet, apo nuk ka nevojë përse dashuria të sillet te publiku, por duke qenë se kemi të bëjmë me një çift publik, mendoj që duhet të jenë transparent tek publiku shqiptar.